me 13 janar të vitit 1963, lumi Drin në vallën e Dejës ka shkarkuar 4900 m3 ujë në sekond. Për ta krahasuar me këtë vit, kapaciteti maksimal i Drinit në vallën e Dejës shkoi rreth 2200, mos gabohem tash nga shifrat, 2200 m3 në sekond. Pra ishte dy fish, edhe mos më shumë Drini në vallën e Dejës në vitin 1963. I bashkuar me Bunën, Buna në atë vit, i matur te ura e Bunës, prurja e lumit Buna ka qenë 1900 m3 ujë në sekond. Në këtë rast në rrjedhë është futur dhe lumi Kir dhe edhe ujërat e tjera që janë mbledhur gjatë rrugës, ndaj Buna në 13 janar të vitit 1963 ka derur në det më shumë se 7000 m3 ujë në sekond. Ky është një volum ujë krahasuar me Danubin. Në këtë rast të rralla është e pamundur që shtretërit e lumenjve, jo vetëm Buna, po edhe lumenjt e tjerë të vendit, e kanë të pamundur një sasi të tillë uji që ta përcjellin në det. Për pasojë ndodhin edhe përmbytjet zonave fushore. Në këtë rast njeriu mund të ndërhyjë për të përmirësuar situatën duke bërë të efektshëm sistemin e hidrovoreve. Në sistemin e kaluar para vitit 1990, sistemi i hidrovoreve ka qenë mjaft efikas dhe ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Ka pasur hidrovor si ai Hoxharës në Fier që derdhin në det deri në 30-35 m3 ujë në sekond. Në tërësi, në total, hidrovorët në atë kohë kanë mbledhur në det rreth 200 m3 ujë në sekond. Kjo është sa lumi mesatarja vjetore e Vjosës. Mesatarja shumë vjeçare e Vjosës rreth 200 m3 në sekond. Pra një lum i tërë nëpërmjet hidrovoreve shkonte në det. Përveç këtyre, ishte me qindra kanale pulluese në të gjithë ulësirën perëndimore. Por ne duhet kuptojmë një gjë, pas vitit 1990, me hapjen e sistemit, në ulësirën perëndimore u shtua shumë numri i popullatës. Pra pati